Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët sonte në Pamas, këtu ku fliten vetëm të vërtetat dhe zhvishemi nga fjalët boshe, siç e kam thënë në çdo puntat tjetër. Atëherë, fillimisht dua të falenderoj shumë ATV në Chicago, YouTube-in Publi Alps, dua ta ndiqni gjithmonë aty dhe përveç kësaj, çfarë do flasim sot? Sot do flasim për prindërimin. Është një rol që nuk është aq i thjeshtë dhe nuk është se ka një manual të saktë se si ne duhet sillemi, sepse ne falim dashuri, por bëjmë dhe gabime si prind apo jo. Unë s'jam prind vet, por që mendoj se mami bën shumë gabime për mua, ndonjëherë kur më flet ose kur më gjykon, por gjithsesi, të dalim nga kjo temë. Çfarë dua të them? Ne rritemi, dhe ne si fëmijë, por edhe prindërit rriten me ne. Është një rol që prek çdo familje, çdo person. Dhe sot kam një të ftuar special që për publikun është shumë i dashur, që është të bërë vetëm në moshën 20 vjeçare, prind. Dhe ka 2 vajza të bukura sot. Nuk do ja zbuloj se kush është akoma, do ndiqni siklën dhe do rikthehemi pas pak në studio. Ja kur rikthyem sërish, kë kemi të ftuar sot. Sot kemi të ftuar një person që s'ka nevojë fare të prezantohet, se të prezanton gjithmonë veten, Aldo Sullollari. Përshëndetje Daniela, falenderoj shumë që më dhe mundësinë të jem pjesë e programit të ditën e sotme. Jam mësuar gjithmonë të jem pas kamerave dhe është një emocion shumë ndryshe që të jem realisht këtu. Ti si vetëm pas kamerave, ti edhe mirë. Po. Përshëndetje. Përshëndetje Xheni. Unë në fakt dua të falenderoj shumë edhe ty personalisht për një punë të palodhur edhe që je gjithmonë kritike edhe përfshirë shumë profesionalisht në realizimin e emisionit Pamask për te këtyre klisheve, por realisht të vlerësoj shumë për punën tënde, për kushtimin tënd, mesazhet që i jep, për moshën që ke dhe studimet që ke që i bën paralelisht të gjitha. Vlerësoj shumë të gjithë përpjekjen tënde për të bërë një produkt cilësor të denj për publikun shqiptar që ka nevojë shumë të ketë diçka ndryshe, edhe një bisedë që jo i standardit kafeneve, po të jetë një bisedë që të jetë e thjeshtë edhe profesionale në të njëjtën kohë. Edhe vlerësoj shumë nga ty, edhe nga kolegu yt, nga Enea Duro që e përshëndes shumë, po për shkak të dinamikave politike edhe të gjithë projekteve që Shqipëria ka patur kohët e fundit, mundeshëm që ta bënim të zhvendosje këtë puntat për të qenë Pamask sot me mua, dhe vlerësoj shumë nga të dy ju. Të erdhi fati më duket të qenë mik. Po, e vërtet. Atëherë, dua të ndalem te kjo pjesë që tematika jonë e sotme është për prindërimin, dhe ti je një prind që e bën në moshë të re. Po. Ke 2 vajza shumë të bukura. Ti kesh me jetë. Faleminderit. Dhe doja të tia, si është prindërimi në moshë të re, sipas teje, domethënë si e përjeton ti? Unë të ndoj që në fakt gjatë kohës që ti po bëje prezantimin e temës, edhe është shumë e vërtet, domethënë që në momentin kur unë nis tema, një mesazh shumë i fortë u dha që në fillim, që prindërimi nuk ka një manual të caktuar, ose nuk ekziston një manual prindërimi dhe nuk ekziston një marrëdhënie perfekte prind-fëmijë. Normalisht që në moshë shumë të hershme, që në adoleshencë unë e mendoja shumë herë veten time prind dhe unë nuk mbaj mend në fakt që kur në periudhën që s'kam qenë prind. Sepse në fund të moshës time 19 vjeç unë kuptova që po nisi një shtatzani dhe prisni një fëmijë dhe më pas në rreth 20-tave u bëra për herë të parë prind. Jam bërë prind 2 herë dhe me 2 vajza. Gjë që dua ta theksoj sepse ka lënë një histori shumë të veçantë, kjo dhe dua të ndaj sot eksperienca personale shumë interesante. Pamas kemi. Po. Atëherë, duke qenë se jemi Pamas, do t'rregoj disa nga detajet më të çuditshme të qenurit prind në Shqipëri, në moshë të hershme, në moshë të re, ti je një baba i ri, sidomos baba. Kemi dëgjuar shumë herë që kanë qenë vajza ku për shkak të situatave të ndryshme, me dëshira apo jo, kanë zgjedhur, edhe ndoshta edhe në mënyrë të papritur, të bëjmë prind, ndoshta 18-20 vjeç, ndonse kemi dëgjuar shpesh që mosha për marrëdhëniet e avancuara serioze është rritur ndoshta mbi 25 për të qenë në një marrëdhënie më të konsoliduar, duke qenë se marrëdhëniet sot kur nisin
në adoleshencë, ndoshta nuk janë aq të konsoliduara dhe nuk i kuptojnë mirë përgjegjësitë që vijnë nga një marrëdhënie për të qenë sa më shumë të respektuar krah njëri tjetrit apo dhe për të shtuar më pas me një përgjegjësi që është dhe kënaqësi, aq sa është përgjegjësi sa që është prindërimi. E nisa kështu sepse kur gjatë kohës që unë do bësha prind, nuk është se kam patur një ndoshta ato të gjitha virtytet që një njerëz sot kërkon të bëhet prind. Pra, një stabilizim shumë të madh financiar. Unë në 19 vjeç nuk është se kam patur një pasuri të mirëfillt në mënyrën që të kisha çdo gjë gati. Pra unë duhet të punoja shumë dhe më shumë se një 30 vjeçar, i cili do donte që ta kishte veten të gatshëm për të bërë prind. Unë nuk i kam menduar të gjitha këto. Nuk është se kam menduar kurrë që unë duhet të kem këtë gjë gati, duhet të kem një apartament të madh, duhet të kem ca pasuri me një anë që unë të bëhem prind. Unë mendova se ishte periudha e dur dhe mendoj që deri diku ka qenë me planifikim, por mendoj se dashuria shumë e madhe për partnerin time më shtyu më shumë që të gjenim një version të përbashkët tonë. Pra unë e pash më emocionale këtë qasjen e të paturit një fëmijë. Dhe ky versioni jon i përbashkët do të na shtyjë më shumë të punonim për të realizuar të gjithë kushtet që fëmia jon të ishte nesër pas nesër një qytetar i denj i komunitetit, për të qenë një person që do na jepte shumë dashuri, do t'i falim dashuri dhe mendoj që nuk ka një moshë të dur për të thënë fiks që kjo është mosha e dur për të patur një fëmijë. Për të qenë prind. Për të qenë prind. Si u ndjeve për herë të parë kur e more vajzën në krah? Unë dua të kujtoj në radhë parë momentin e parë kur mora vesh prisja të bëhesha me fëmijë. Dhe kujtoj si sot që kam qarë aq shumë me dënesë, sa që unë nuk e di pse dhe nuk e di se si ndodhi, po kur mora vesh ka i tesi shtazanic dolën 2 vija, ishin një mori emocione shumë të mëdhaja, sepse e prisja doja që të kisha një fëmijë, dhe nga krau tjetër, kur momenti që mora e vesh që kjo gjë po ndodhi vërtet, ishte një isha si në dimension tjetër, domethënë. Shpërtheva shumë emocionalisht, fillova të qaja, përqafova shumë bashkëshorten time, shpërtheva shumë nga emocione, nuk përmbahesha dot. Mypi një dridhe trupi, u kënaqja, ku diu nuk e di. Shpërtheva shumë emocionalisht. Nuk mendoj se do ketë një moment tjetër më të bukur në jetën time se ai moment. Realisht, më thënë, ishte një moment që jam shumë overthinker si njeri dhe unë mund të më vinë 10 ose 20 mendime në kokë për njerë, po mendoja shumë gjëra në ato momente dhe nuk di se si t'i sqaroj. Do thënë ishin një mori mendimesh që mendoja për fëmijën, mendoja për shtazanin, mendoja për Kelën, për bashorten. A ndjeve frikë kur bëre prind për herë të parë? Ndjeve frikë për jetën, për shembull, se si do i përballoje? Ndjeva frikë për jetën time. Era e parë që, domethënë, fillova të shikoja, të kujdesesha edhe për veten. Kur çesha në mëngjes, kisha atë rutinën e zakonshme, çesha pija kafen, ikja në punë, kthehesha nga puna, dilja me Kelën, dilja me motrën, dilja me mamin, domethënë kisha këtë jetën familjare normale, nuk është se kisha mendime mbi vdekjen. Në momentin që unë mendova që prisja në jetë një fëmijë, që para se të lindte Aurora, fillova të kisha më shumë frikë rreth vdekjes. Jo sepse kisha diçka që do më pengonte, ajo është diçka e pashmangshme. Nuk është se kisha pishmane të tjera, sepse nëse është e shkruar do ndodhi. Por përpiqesha të ruhesha me ato gjërat e mia, do të thonë nuk esja shpejt me makinë, nuk shumë gjëra që ndoshta mund t'i bëja kur isha kjo me ndonjë traumë për shembull që të ka ndodhur në fëmijëri që e ke ndier këtë po nuk ishte drejt për drejt me ajo. Do të thonë, mua më ka ndruar jetë babai kur kam qenë 9 vjeç. E kuptoj. Po nuk ishte ajo mund të ketë qenë arsyeja e fortë pse unë doja të kisha fëmijë. Do të thënë ka qenë më tepër për të pasur, jo për të. Po. Do të thënë, kur kam qenë shumë i vogël, thoja dua shumë që të kem mundësi që të njoh dikë në moshë shumë në gjimnaz, do të thënë në adoleshencë, që t'i përkushtoj shumë nga vetja ime, t'i jap shumë dashuri, dhe pse jo të kem një fëmijë që çdo gjë që unë më ka munguar gjatë fëmijërisë time, t'ia plotësoj fëmijës tim. Dhe kështu do ndihesha edhe unë i plotësuar. Ndërsa frika nga vdekja ishte sepse
mendoja që kush do të mund të kujdeset për bashorten apo për fëmijën. Prandaj unë do të jem shumë i kujdesshëm për jetën time, që të jem një person që do t'i ofroj atyre shumë siguri. Ndërsa kur isha pa fëmijë nuk e kisha këtë frikë. Është shumë e çuditshme. Sa vështirë është të rrisësh një fëmijë kur je duke u rritur dhe vetë. Kupton se në moshë të re, normalisht ne jemi duke u rritur dhe vetë, apo jo? E kam thënë në emisionin Bardezi një situatë të ngjashme që kur kam mbushur 15 vjeç, unë kisha mashtruar një gënjeshtër e bardhë, 3 kolegët e mi të punës të 3 punëve të ndryshme. Për çfarë? Për moshën. Më vinë 3 persona me tort të një zgar në Tiranë, më vinë me 3 torta të ndryshme dhe kam ende dhe foto të këtij fragmenti. E ke tani? Jo, do ta gjej në arkivat e Facebookut. Okej. Më kanë ardhur njëri më Gjatë vjen. kohës së publicitetit atë të bësh që ta shoh. Më kanë ardhur 2 shokë dhe një shoqe me 3 torta me moshë të ndryshme. Një 17, një 18, një 16. Unë ndërkohë mbusha 15. I kisha gënjur për moshën, se doja që të isha shumë i angazhuar me punën dhe i kisha gënjur sepse doja që të më merrnin më shumë seriozisht se unë ndjeja që kisha shumë kapacitet dhe dia vetë shumë të rritur. Po. Dhe nëse do të thoya jam 14 për 15, nuk do më kishin marrë shumë seriozisht në punë. Dhe e ndjeja vetën ai shumë të rritur. Ndoshta, edhe kjo ka qenë një strategji që e bëja për ta kaluar këtë sfidën e të qenurit ndoshta shumë i ri në moshë për do një kontribut serioz në punë. Dhe veten time e quaja shumë të rritur gjithmonë. Saqë edhe sot që jam 23 vjeç, them jam 20, se i thoya gjithmonë mish të mësuar goja jam 20, kupton? Edhe kur kaloj kjo 20-a, sot më thonë një 30 për shembull. Jap një qasje gjithmonë më të madhe se mosha që kam. Ndoshta ka të bëjë për faktin e karakterit, sepse dhe mua më thon, për shembull, unë jam 22 dhe më thon. Po edhe për ty këtë përshtypje, kisha që ishe më e rritur. 25, 26, më thon, sa vjeç je, i duket çuditshme. Se këto etapat e adoleshencës kanë kaluar shumë shpejt, se që mua më duke vetja shumë i rritur. Mendoja se dija gjithçka, mendoja se kisha provuar shumë, sepse në fakt kisha provuar shumë. Sepse kam filluar punë shumë herët. Dhe kur fillon punë shumë herët ke një qasje tjetër me kolektivin e punës, me komunitetin, me bashkëmoshatarët. Unë s'maj mend kur të kem patur një shok moshatar. Kam patur histori periodike në shkolla, ku respektonim qasjen të një raporti shkollor, po nuk se kisha një muhabet për të bërë. Nuk kisha një qasje komunikative që mund të kisha në një marrëdhënie. A mendon se je rritur së bashku me fëmijët? Domethënë, siç janë rrit fëmijët, i filluat të rritesh me ato? Po edhe rritem çdo ditë. Dhe çuditem, domethënë, ajo që më prek më shumë është që nuk e di, do një forcë e zakonshme të jesh prind. Dhe kjo forcë vjen dhe tiu, nuk është se vjen në një mënyrë të karikueshme, të gjenerueshme, në një mënyrë logjike, nuk ka një logjistik. Që si unë duhet gjej forcë për të qenë i aftë për të përballuar situata të ndryshme prindërimi. Thjesht vjen momenti i duhur dhe ti reagon në mënyrë instiktive, ti je prind. Ndoshta e vetmja marrëdhënie njerëzore që unë veproj me intuitë dhe me zërin e brendshëm është prindërimi. Nuk e mendoj shumë gjatë se çfarë duhet të bëj për diçka. Madje kujtoj momenti kur vendosa të çoj në kopësht vajzën e madhe. Në çerë dhe poshtë, çerë dhe kopësht bashkë. Dhe momenti kur e kam lënë, kam qarë aq shumë, e dija që ishte gjëja e dur, po më duket sigurisht të çova për praktikë. Po jo, po ti nuk e di. Më duket sigurisht të takoja për kohë shumë gjatë. Po. Kam qarë aq shumë sa Kela po thoshte, të lutem mos qaj më kaq shumë se po qaj dhe unë do bëjmë histori këtu në lagje. Po çfarë thosh? O zoti ma nuk e konceptoj dot. Edhe është shumë e vështirë, po është dhe shumë e bukur njëkohësisht. Çfarë ke menduar si prind që nuk e kishe imagjinuar më parë, domethënë, tani që u bër prind? Nuk e di, këto gjëra e kisha imagjinuar. Domethënë, si overthinker që jam, si ka folur në horoskop, kisha bërë një parashikim të shumë situatave që mund të ndodhin. Ndoshta nuk kisha imagjinuar që do kisha 2 fëmijë kaq afër, por që do doja të kisha një familje të madhe, po e kisha imagjinuar. Vështirësitë gjatë prindërimit i kisha imagjinuar sepse unë vetë me ato që thoshte mami im kam qenë një fëmijë që qaja shumë ose po edhe bebe dhe foshi qaja shumë. Ndoshta nga ato kohët kanë ndryshuar. Sot ka kushte më optimale për të rritur një fëmijë. Atëherë nuk ekzistonin këto pompa të gjirit. Për bashorten, për nënën.
fëmia i qante më shumë se nuk ngopej. Atëherë edhe kur e lindje fëmia na e duhet shkonte të punonte direkt masi. Direkt, sot ke më shumë kushte. Sot do rrish 40 ditë, me patjetër. Ilaçet e barkut për fëmijën, atëherë ndoshta nuk kanë qenë. Atëherë e lindshin dhe vet. Po, në shtëpi. Se nuk duhet kaloj se për disa është jo shumë e hishme ndoshta për ta thënë, ose nuk i I kthem pëlqen. pas kujtimet. Jo, po për shembull nuk është kordoni umbilikal, ata e prisnin vet atëherë. Po. Kurse tani nuk është ashtu. Po, sot ke kushtet dhe infrastrukturën mjekësore më të zhvilluar. Po patjetër. Unë vetë, do të thënë nëse kam një person shumë të preferuar në jetën time, është ginekologu i gruas time. Realisht. Kam krijuar një marrëdhënie shumë i përfshirë me ata. Okej, shumë mirë. Ka pasur një komunikim të përditshëm. E përshëndesim. E përshëndes shumë doktor Bledin, Lenda Arbenja ka qenë një ndër heronjt më të mëdhenj të jetës time. Dhe kur e kujtoj atë, do të thënë, më shumë emocionam kur kujtoj atë se kur kujtoj gjithë shtatzanin. Do të shtatzania dhe ardha në jetë e fëmisë tim ka qenë një merit shumë e madhe nga durimi dhe profesionalizmi që doktor Bledi ka patur në marrëdhënie me të dy ne. Gjirasën ta falenderoj dhe të këshilloj dhe shumë nëna që janë në pritje se sapo kanë marrë vesh që janë në pritje të ëmbël, të kontaktoj me doktor Bledi sepse është një psikolog për të dy prindrit dhe shumë e rëndësishme. Kjo ka një aftësi komunikative shumë të fortë. Rrit vetë besimin tek prindrit dhe të jep asistencë në kohë reale për çdo gjë që nuk ta ka për detyrë mjeku të përgjigjet edhe 12 natës. Po. Realisht për ne ka qenë një mik shumë i mirë dhe ka qenë falti unë gjeta forcën ta përballoj. Patjetër. Edhe nusja ime ta përballonim këtë sfidë shumë të veçantë. Kështu që na ndihmoi fati realisht ta njihnim. Si ka qenë marrëdhënia jote me prindërit? Me prindërit e mi? Po, gjatë kohës që u bëre prind. Me mamin, se babi nuk e kam. Me mamin. Me mamin, gjatë kohës që ishte kena shtatzan. Dhe gjatë kohës që kanë dalë tani fëmijët, domethënë. Nuk e di, u bëra më empatik, do të thonë, e dija që ti je prindër shumë e vështirë dhe falenderoj gjithmonë mamin për gjithë sakrificat që ka bërë për mua. Por nuk e kuptoja mirë kur thoshte që shiko se unë kam për detyrë. Unë Po nuk e gjatë kuptoja. fëmijërisë tënde? Ndërsa tani që u bra me fëmijë vet dhe kur ja jap diçka fëmijës, nuk pres të më thot faleminderit, sepse e kuptoj vërtet se çfarë thoshte mamim që e kam për detyrë. Domethënë ti gjatë fëmijërisë, jo, e kam fjalën gjatë fëmijërisë se i si ke pasur marrëdhëniet me to, domethënë ke qenë nga ato fëmijët që i bërtisje, i kthej fjalën. Jo, unë kam qenë shumë i urtë. Kam qenë shumë i urtë, unë jam rritur në pallat. Do të thënë, kam patur fatin që të kem. Po tani si je? Tani që ke bërë në qasje me mamin. Po. Shiko, unë dua ta theksoj këtë sepse është shumë e rëndësishme. Është shumë e lezetshme kjo si gjë. Unë kam patur dhe shtëpi private dhe apartament. Po. Dhe jetoja, do të thënë, 2 ditë në apartament, 2 ditë në vilë, sepse kishim dhe një biznes. Dhe mami më ka qenë shumë e fokusuar te biznesi, dhe unë rrija gjithmonë mbas mamit. Po. Që në moshë shumë të vogël, unë u përfshiva shumë në punë, tek puna që kishim. Kemi patur një hotel. Dhe aty mirëprisja njerëzit, shkoja te kuzhina të vllai, ndihmoja te restoranti, fitoja ato bakshishet e para, po bëhet fjalë 4 vjeç, ose edhe më pak. Ka qenë një fëmijë shumë i dhënë te puna. Dhe nëse shikoja sanitare të bëndur muhabet me një koleg, unë i shkoja e thoja mami ti që nga puna. Të betoja nga që fëmijë keq. Aq i vogël. Ishte nga puna sepse ajo po të shfrytëzon, thoya ajo nuk po e bën punën e vet. Dhe kam qenë shumë radikal te puna. Nuk e kuptoj se si unë kam lindur në punë, kupton? Kam patur një aftësi menaxhuese, një aftësi për të qenë i dhënë mbas financës, mbas rregullit, mbas të qenurit strikt shumë të frikshme. Dhe realisht kam qenë në një lloj marrëdhënie me mamin tim se këtu doja të dilja, në një lloj ortakërie të çuditshme. Duke qenë se mami më ka bërë në një moshë relativisht të rritur, ka qenë 40 vjeçë kur unë kam ardhur në jetë. Ke qenë fëmia i vogël i familjes? I katërti, më i vogli. Dhe im vlla ka qenë 18 vjeç kur unë kam lindur. Vllai tjetër ka qenë 15. Motra ka qenë 10, unë jam fëmia më i vogël. Dhe me mamin kam pasur një marrëdhënie shumë të afërt, duke qenë se edhe humbja e babit e bëri akoma dhe më të ngushtë. Dhe në periudhën që babi ndroi jetë, unë krijova një lloj një qasje më të fortë që t'isha miku i mamit se sa fëmia i mamit. Dhe doja që dhe ta mbështesja atë psikologjikisht, dhe t'i jepja kurajo dhe t'i thoja që shiko,
Kjo gjë ndodhi, po tani duhet jemi të qartë që ne duhet kujdesemi për njëri tjetrin. Dhe prandaj u përfshiva aq shumë sa që edhe sot njerëzit që thonë ka mami shoqe, i shikoj thjesht të ndrojnë buskuqet me njëra tjetrën. Një vajzë që thotë ka mami shoqe. Shoj bashkë në parukeri luajn flokët, a kupton? Po. Dërsa të qenurit vërtet shok dhe mik i prindit tënd e bën kjo ke ndarja përgjegjësive mendoj unë. Jo vetëm tek qefi, por të thuash mamit ka ardhur momenti që unë duhet të mbështes ty. Ti nëse ke diçka për ta ndarë me mua, duhet ta ndash me mua. E njëjta gjë bëja edhe unë me mamën. Dhe ndarja e përgjegjësive në ato momente e bën dhe më të fortë lidhjen. Kështu që unë me mamin tim kam qenë shumë i lidhur, kam qenë një fëmijë i urt, nuk kam patur një rreth shumë të madh shoqëror. Edhe besoja shumë tek ajo ke njëritje më shtëpie. Do të thonë kam qenë shumë individualist, i doja shumë njerëzit, po nuk është se kam qenë nga ata fëmijët që linin nga mëngjesi darkë jashtë. Kam qenë gjithkohës i fokusuar te familja dhe shikoja televizor. Çfarë kujtimi ruan nga fëmijëria jote që ka ndikuar në mënyrën se si i rrit fëmijët e tu sot? Nuk e di. Unë kam qenë një fëmijë që flisja shumë me veten. Shumë e çuditshme. Domethënë, aq më tepër që kohët e fundit kam filluar bashkë me nuse të lexoj shumë libra. E kam pasur shumë qejf librin, po angazhimet profesionale e reduktoni kohën për të lexuar dhe kujtoj periudhën që lexoja shumë libra kur isha i vogël dhe dëshiroj shumë që edhe vajza ime të lexojë shumë. Kujtoj që edhe flisja, jo flisja me veten kështu në rrugë, ose të trëmëm dynjan. Nuk flisja me veten në rrugë, njerëz që thonë, thjesht momenti kur shkoja në shkollë, thoja, unë do rritem, mendoja me veten time. Do rritem, do ta bëj këtë shkollën, do të marr një notë mirë sot sepse dua të kap një dek të mirë që të bëj krenar familjen. Dhe thoja këtë çdo ditë. Çohesha në mëngjes, nga që kisha shumë shtëpi larg nga shkolla, shumë i vogël, pa aq i vogël dhe me 3 autobuse shkoja në shkollë. Për ditë, dhe gjithë rrugës mendoja, sot do marr notë mirë në shkollë, do sillem mirë, do prezantoj këtë projektin. Këtë gjë dua edhe te vajza ime, që të jetë shumë angazhuar. Të jetë angazhuar. Po. Nuk e kam shumë qejf ta fëmijët. Shiko, nuk kam komplekse. Po mësojnë sa me syze, si ato që janë të fiksuar, nuk mendoj se do ishte mirë, sepse ajo duhet të socializohet. Jo, nuk po them këtë. Okay. Po them që të ketë me çat merret. Sa të mendoj te crop topi që mosha 10 vjeçe, më mirë të mendoj se çfarë ato do ta bëjnë të lumtur kur të jetë rritur. Unë 9 vjeç merja një telefon dhe i thoja motris mbaje pak, më filmo pak se unë dua të bëj një monolog se dua të bëjmë aktor kur të rritem. Dhe këtë konsideroja lojë. Shikoja një shok që ishte shumë orator, i thoja, kam një laptop të motrës të shtëpi. Po të vendosim kufjet aty, të ajo vrima kufjes, se kështu i thoja unë përpara, nuk i thoja porta. Po të vrima kufjes, mund ta përdorim për mikrofon dhe mund ta bëjmë si radio me voice recorder. Po. Dhe futeshim të dy dhe bënim prezantimin 10 vjeç. Do thënë, aspiroja të bëhesh gazetar. Unë nuk po them ajo të bëhet gazetare patjetër si jam unë, por mund të bëhet arkitekte, mund të vizatoj, mund të bëj diçka që të shtyj kohën. Të angazhohet, të ketë shumë gjëra për veten e saj. Të ketë të ditë të zhbiroj për veten e saj, për veten e saj, të eksploroj. Çfarë kërkon, të jetë me angazhuar nga në pikpamja sociale, aty do zë shok, do zë shoqe, që mund të kenë qëllime të përbashkëta. Mua kjo më pëlqen. Po jo tani unë shikoj vajza 12 vjeçë që ku diun, do të thonë nuk më pëlqen as veshja e tyre as fjalori i tyre. A ke pasur mbështetje familjare në fillim të prindërimit? Nga mami për shembull ose nga babi dhe mami i gruas tënde? Mbështetje për të ndihmuar. Po. Kam patur qoftë nga ana financiare, por edhe nga ana financiare jo nga asnjëri, sepse kemi punuar vetë. Por nga ana morale nga të dyja dhe mamaja e nusës më ka ndihmuar shumë me për të qenë pranë për shembull kur keni pas nevojë ose mami më shmunduar, por për shkak të komplikimeve shëndetësore unë jam përpikur ta mbaj larg. E kuptoj. Dhe në momentin që u bëra prind u bëra shumë njëri i protected. Shumë person që i ria mbi kokë fëmijës. Dhe pavarësisht se ajo më rriti mua, nuk isha besimin që t'ia lija fëmijën tim gjithkohës. E kuptoj. E bëra këtë pa dashur ta ofendoj, po thjesht i thoja mami, ti ke komplikimet e tua shëndetësore, nëse ty të kapsh tensioni, të shkon 18 tensioni, unë duhet kujdesem dhe për ty dhe për qartë e fëmijës. Kështu që më mirë qëndro në rahatin tënd, sepse jetoni veç e veç, nuk është se jetoni në një shtëpi. Po. Unë jetoja vetëm me partnerin time në atë kohë. Dhe në lidhjen e vajzës së madhe, mamaja e nusës erdhi që na ndihmoi më shumë se një muaj që të mësonim si ta lanim, si ta ndronim. Edhe për të jam shumë falënderues.
A ka ndonjë gjë që nuk do doje ta bëje tani që je rritur? Do të thënë, diçka që nuk do doje ta bëje tani që je rritur vetë që ta bënin vajzat e tua, për shembull, të merrnin një shembull. Jo të mirë, do doja që mendon ti që nuk çfarë është kam e bërë mirë. që mos ta bëjnë vajzat? Po. Në mënyrë se si je rritur ti, nuk do doje që vajzat ta bënte. Ose ta merrte si shembull. Kam bërë shumë gjëra të lezetshme në jetën time. Që nuk e di. Do të thënë promotionin time kam ndërtuar gjithmonë me më të rritur. Dhe kjo gjëja më bënte mua të ndihesha mirë, sepse merresha vesh me njerëzit. Dhe në një fazë të jetës të caktuar, kur kam qenë 15-16 vjeç, në një televizion ku unë punoja, kam punuar për 3 vite që jepja lajmet. Në çdo fitore, për shembull, gjen ti një sponsor këtu te emisioni jot? Po. 10.000 euro. Ne festonim duke pirë tequila. Dhe kjo u bë si trend. Dhe çdo muaj unë kisha aftësi që gjeja sponsor. E kuptoj. Ne çdo muaj mblidheshim një ditë në kodrat e Kasharit, pinim tequila, kupton? Unë nuk pija aq shumë se kam qenë i vogël, po prap kur e kujtoj veten time them, kam bërë gabim. Mos ta pija, më mirë pija Amita, kupton? Kot, çe desha atë tequilën unë. Sa na zgjidhi gjumi në studio kot pa lidhje. Domethënë, këtë nuk dua që disa nuk e zgjojmë bëjnë gjëra të tjera ekstra ose. Ata i bënin gjërat ekstra, po unë nuk do doja që fëmia im të ishte dëshmitar për të parë këto gjëra ekstra. Sepse unë u traumatizova kur kam punuar në televizion. Te mua ka lënë pasoja për shembull. Çfarë shembull e ke marrë nga prindërit e tu? Po, ke mami im ka marrë shembull që mami im ka qenë vajzë bloku. Babi ka qenë çun bloku. Janë rritur këtu. Kanë investuar shumë para në biznes, kanë fituar shumë para. Kanë qenë të fiksuar të biznesi, kanë punuar vetë dhe u bën zanaçin të punës tyre. Dhe zanatin e tyre, ty fakti që ata kanë qenë shumë të dhënë mas kësaj e ke marrë dhe Unë kam marrë aftësi menaxheriale, nuk kam marrë profesionin e tyre. Mami për shembull ka qenë para se të martoj, ka prekur dhe teatrin dhe skenën e muzikës. Dhe u profilizua pastaj ka rifullsi sot ka studiuar për pjesën e mekanikës. Ndërsa babi ka qenë polic. Motra ime e ka marrë këtë pjesën e të qenurit. Jo, e kam fjalën pjesën e angazhimit. Por angazhimit profesional e ka marrë të dyve. Po. Jo profesionet, po kërkesën për të patur, kërkesën për të patur angazhim. Për të punuar më fort. Ja kam marrë të dyve. Atëherë ka qenë dhe koha që ndoshta punët ishin pak më të thjeshta. Se po të punonte babi im sot sa punoj unë, 16 orë. Babi im jo një hotel, po të kishte 10 hotele sot. Përsa unë po të punoj sot dhe 16 orë dhe 24 orë, prap nuk do kem atë prosperiteti profesional, sepse sot kushtet janë më të vështira. A je përpikur të ndërthurësh vlerat e tyre me stilin tënd të prindërimit, pra t'ja të çosh edhe? Jo fare. Jo. Fare. Jo fare sepse mami sot pendohet që më ka rritur kështu si më ka rritur. Okej. Se thotë që jo, po pse të bëra aq me edukatun ty, sepse ka patur periudha të caktuara në shkollë që mua mbullizonin. Për shembull kam pasur një gocë të klasës që më shante nga ropt. Dhe si nuk ma mbante goja që unë ta shaja atë gocën. Po jo më vinte keq si ishte gocë. A kupton, thoya, kjo është kokra e biles, të riu të merr me këtë. A kupton? Dhe thot mami, si ka mundësi që unë nuk të bëra pak më të që ta mposhësh atë të keqin. Po jo më unë e mposh me forcën time, thoya, nuk i kthej përgjigje fare. Unë këtë i quaja forcë. Se stresohesha unë si ishte një debile në klasë, a kupton? Dhe merja pakete më thjeshtë, merja më butë, merja më soft, dhe ruaja energjit për gjërat që më interesonin. Çfarë është e lehtë për një prind sot dhe çfarë është e vështirë për të rritur një fëmijë? Ekonomia sot është pak më e vështirë për të rritur një fëmijë. Nuk po flas me retrospektive, sa ka qenë më vështirë se sot. Jo, nuk po e kapim te kjo pjesë, po në përgjithësi po. Do të thonë, nëse mami më thoshte atëherë 50.000 lekë bëndi që më shfërmul. Sot po aq bën 17 po. Ideja është 50.000 lekë atëherë duhet punoje 2 ditë. Sot 50.000 lekë ke pak më të mundur, pavarësisht se është e vështirë, po është pak atë ka qenë më kripur si çmim. Sot është më e vështirë edukimi, sepse sot influencoj njëri tjetrin. Dhe unë dua që të kem një lloj raporti vërtet shoqëror me vajzat e mia. Në mënyrë që t'i udhëzoj dhe t'i them, shiko, ti nëse do të gabosh, unë nuk do të bëj me zinxhir. Do të gabosh i zgjedhjet tënde, gabo. Unë thjesht po të them me eksperiencat e mia dhe me aq sa unë e njoh jetën, të them që kjo gjëja këtu nuk duhet ngacmuar. Sepse nëse ti e ngacmon, mund të kesh pasoja emocionale. Për mua më e rëndësishme është që ti mos të kesh pasoja psikologjike dhe emocionale. A ndjen ndonjëherë konflikt midis brezit sotëm dhe brezit prindërve tanë, se si na kanë rritur dhe se si duhet i rrisim, që ndërhyjnë për shembull?
Mami ke unë ka ndërhyrë vetëm për çështjet profesionale. Për shembull, nëse bëja gabime kur prezantoja thoshte Aldo mos e lëviz shumë duart. O Aldo, rregulloj flokët nga ana tjetër. O Aldo, mundohu mos thash shumë që dalësh. Po nga ana e fëmijëve për shembull, nuk është tip për shembull se janë këto mamat që thonë për shembull, gjyshja ime ka një tip kështu. Më thot mua mos kur vinë miqt, mos ul. Ua. Që ti presësh ti takosh para. Pra, dhe të bësh kafen, ti shërbesh, rri me kujdes, vish diçka më properly, mos vish fustanet shkurtra, gjëra të tilla për shembull. Domethënë nga këto të brezave që kanë qenë më përpara. Po edhe në emisione, edhe ku do të dalë, unë për shembull thotë ja, këtë e pati çik të shkurtër, ose këtë pate shumë të hapur. Po ku dëgjoni shkreti, mua asherë vin mish fustanet e gjatë e baja. Ose për shembull kur ndërhyn tek pjesa mami im me mua ka një mënyrë komunikimi të ndryshëm. Nëna ime ka të tipin strikt që fëmia duhet të gatuj, të bëj këtë për mamin, mos ta lej mamin pastroj shtëpinë, mos bëj, domethënë, unë me mamin i bëjmë bashkë. Shikoj, ata gjëra që ka pasur mirë apo jo? Si? Sa gjëra kanë patur mirë. Domethënë që dhe vajza, nëse unë që kam vajzë, pres që me kalimin e kohës që të bëhet krap punë vëlla. Po pse për çfarë bëra? Po pse më për çfarë faj ka ajo, sa ta bësh ti? Shiko. S'kërkoj ajo. Po shumë mirë ta mësosh edhe me angazhimet e shtëpisë. Nuk thasha atë, po unë me mamin e kemi mami, që i bëni punët bashkë. Po. Kurse gjyshja ime ka kështu, mami nuk duhet të bëj punë. Jo, mami duhet të rri, ulur në divan. Vjetër, se mami, domethënë, ajo që ti sa vjeç e ke gjyshën? Ku e di sa i mbush. Sa vjeç e mbush gjyshja? Te 70 atë më duket. Unë 65 kam mamin. Gjyshja ime është 70. Po pra, tani janë shumë afër me mamin tim. Po. Gjyshja ime ka ndruar jetë 90 vjeçe. Domethënë, flas për diversitetin e moshave, sepse mami jot është mosha e vllait tim sot. Sepse unë 40 vjeç kam vllajin. Jo, mami mund të jetë me moshën, po mami im është si unë nga pjesa sa shumë. Dua të tregoj që mosha të ndryshme kanë qasje. Po pikërisht për këtë dua të them. Nuk i kemi prindërit të njëjtën moshë. Unë mosha e mamit të nga vllajin tim. Si njëri, e ma të për shembull mund të ajo përshtatet shumë, edhe me brezat e rinj. Mos përshtatet se shumë e re është 40 vjeçe. 40 vjeçe social martuar, ka ty e thej gomar. Para përshtaten, thjesht, nuk përshtaten, thjesht. Disa. Po më mirë, po flasim për vjera ime dhe mami jot janë shumë të reja, se vjerën time ka 43 vjeçe. Dhe vjera ime sot është, do të thënë, shumë e re, a kupton, futja kotani, nuk më vjen turp t'i them o vjerë asaj, nuk i them se unë i them o mam, po. Kur ta prezantoj për vjerë është turp, a kupton se është e re. E vesh fustanet sa ty. A kupton, e kam vjerë në yll. A kupton? Thjesht ideja është mamim që ka një moshë relativisht më të rritur se prindrit e moshës ton, se unë të thash më ka bërë pak më të rritur, e kuptoj nevojën edhe për të asistuar me të, edhe për të ndihmuar e për të bërë. Ka qenë protektive si prind, dhe këtë gjë e vlerësoj, sepse mund të kisha markotur, e kuptoj si shokët e mi. Po jo, mos se unë mendoj se siç pata thënë me ne, fëmijët e zgjedhin. Se si duan. Po jo, se dhe influencohen, sepse ka pas shumë raste që edhe unë kam dashur të influencohem. Po pra, po është zgjedhja që bëjmë ne në jetë. Po zgjodha që ta gjej mamin. Po. Mos sepse thoja pak halle ka mami, tani unë ta stresoj edhe më shumë gabimet e mia. Kjo ka qenë zgjedhja ime. Si përballesh me këshillat që thonë brezi i vjetër? Nuk do t'i them brezi i vjetër, po brezi i kaluar. Shiko, për fatin e keq, mua më ka ndruar jetë gjithë fisi. Edhe nuk është se dhe s'kam ku brezi vjetër jam bërë vetun. A kupton? Mua mi Xhaxh me jo hallën e kamerë qoftë tutje. Xhaxhi, Daja, gjyshja tjetër. Kush vdiq tjetër mirë? Gjithë kam vdekur. Sepse isha më i vogël, thash një herë. Dhe realisht nuk është se kam këtë përplasjen midis brezave. Po. Kështu që prandaj thash unë po shtoj popullsinë. A ke frikë nga ndikimi i rrjeteve sociale tek fëmijët? Sa të varur janë fëmijët? Kam frikë, jo, fëmijët e mi i hy kela. Si le fare. Kela, jo. I hapa madje një Instagram se ishte ky trendi që do të japim Instagram bebeve dhe inteligjenca artificiale më friksoi. Sepse të bënte vajzën tënde të dukej si e rritur
ku dia unë se çfarë mund bëni me fytyrën e vajzës time. Po. Thash kur t'jeta afta menaxhoj një Instagram ta hapi. Po tani nuk ka sens unë t'japi Instagram. Edhe në rrjetet e mia sociale i hedh shumë pak kur e ndjej veten. Më ka ajo nostalgjia që po rritet. Po ti për shembull merresh me misionet, merresh me Po. me gjërat tjera ekstra të shoqatës. Po. Si e balancon kohën me telefonin edhe me këto të gjitha dhe kohën që i jep fëmijëve? O, zotë është të mërshme. Zjem çdo ditë me gruan për këtë punë. S'ke kohë. Është të mërë, nuk kam kohë, seriozisht. Madje, bashkëpunëtori im, që nuk ndodhet në Shqipëri, ndodhet në Iran, kishte filluar të mbante mjekër dhe tha, po bëhemi si Aldo, tha, s'po gjim dhe ne kohë të ishim mjekër. Realisht, aq kam qeshur, nuk kam kohë për asnjë gjë. Dhe një njeri tjetër nuk ma beson këtë gjë. Ndonjëherë dhe gruaja ime nuk ma beson këtë gjë. Po. Sepse e prek të gjë çdo ditë, e di që unë nuk kam kohë për asgjë, dhe prap, domethënë, nuk ka faj sepse unë jam dhe bashkëshort, jam dhe vlla, jam dhe fëmijë, jam dhe prind. Po kam dhe sa detyrime në punë. Kam detyrime ke ty, ke Enea, në studio, te Elita, në ATV. Kam detyrime te shoqata. A shoqata është dhe në Arabisë, është në Shqipëri. Ka ca udhtime që bëhen her pas here. Ka një kaos sociale që unë ndjek dhe shumë e vështirë për ta bërë. Po dhe dy fëmijët kanë nevojë për kohën e vet. Dhe unë mundohem, e vjen një gjë që mua më vjen keq është që pash pardje që vajzës time ishin rritur flokët shumë të gjatë. E vura veshin. Dhe ja vura re pardje. Thash o zot, po ikën koha kaq shpejt, edhe domethënë po i jepem punës më shumë se ç'duhet dhe nusja ime më tha, nuk po i them nusja ime gruaja ime, po them vetëm Kela se publiku tani e njeh. Mos jeto për të punuar, po puno për të jetuar. Ashtu duhet. Dhe unë ja kam dhënë maksimumin e jetës time punës. Po thjesht mendoj që kjo gjë do të shërbej më shumë për fëmijët më vonë. Nuk është se jeta është komplet i prova, kupton? Po kur qan Aurora për shembull ose Liora e përdorni telefonin t'ja jepni siç e japi ca prindër? Po. Për ti, po si ndikon kjo? Nuk mendon se ndikon? Unë deri një vit që vajzës nuk i kam dhënë më vonë, deri një vit që gjysmë nuk e kam dhënë kur telefon. Ndihesh ndonjëherë fajtor për shembull? Jo, për telefonin fare. Sepse vajza ime ka nisur ta flasë anglisht shumë vetëm nga telefoni. Çdo gjë, nëse ti e merr me sasinë e duhur, e merr të dobishme. Fare s'më vjen keq. Se vajza ime di më shumë se unë anglisht thot. A ke sakrifikuar ëndër ose dëshirë për fëmijën tënd? I ke sakrifikuar dëshirat e ëndrat e tua për fëmijën tënd? Jo, vetëm një herë më të qelluar. Po situata thes të bëhet, ka bazë bëhet e madhe. Kam patur, jo, nuk po e them kështu kam patur. Se pa mas kemi ne. Nuk po them tani se duket shumë kështu e vështirë kjo. Se mund po na dalin, po na mohojnë edhe po na flishin. Kam patur mundësi të isha pjesë e Big Brother. Po. Dhe nuk u futa për arsye se nuk e di si ka qenë puna, në 2 edicione nuk kam shkuar. Në një edicion nuk kam shkuar se ka qenë vajza e vogël, në një edicion ka qenë nusja prap në pritje të fëmijës tjetër dhe nuk kam qenë. Ndoshta kjo dhe ndoshta them ka qenë më mirë sepse ndoshta mund të më ndikonte për keq për karrierën time. Ndoshta s'kam qenë gati, ndoshta do mërzitesha shumë për familje, do qaja, varet çfarë qasi do bëja, kupton se jam nga fore, them prap. Varet se si do dukesha. Plus nuk e di, kjo mund të qenë një ndër sakrificat. Po s'është sakrificë fare, se s'më dhim se ti për të folur këtu riste 4 orë në televizionin tim. Po që vetëm atje thjesht nuk më ka ngel pishman se do bëhet Big Brother prap, po thjesht po them që ka qenë një projekt që unë nuk e marr pjesë për këtë arsye dhe mirë kam bërë. A ndihesh ndonjëherë i lodhur emocionalisht? Shumë herë. Si e menaxhon? Shumë herë. Ku di unë si e menaxhoj? Ka raste i lënë çdo punë afus gjumet. Ku di unë me gjeni? Si ti me gjeni? Shumë ngarkesë. Shumë ngarkesë. Momenti më i vështirë që ke përjetuar si prind? Momenti më i vështirë që kam përjetuar si prind? Po. Ka patur shumë momente deri tani. Më i vështirë. Mos i thoj gjitha, lindet sa për. Momenti më i vështirë. Nuk e ti. Momenti më i dikush është momenti më i vështirë, po gjeni, se kujtova. Më ka marrë flak shtëpia në kohën kur ka qenë Kila Shtatzan. Ç'a thua?
Po si ka mundësi? Nuk e di se pati mas instalimet tona të mrekullueshme që kanë bërë këta ndërtuesit e pallateve. Bëri mas diçka, ku diu mori flak, ishte mbush shtëpia me tym. Unë sapo kisha vajtur poshtë, nuk e di se çfarë do merja poshtë të dyqan, merr Kela, Aldo u mbush me njëherë shtëpia me tym, tha. Edhe Ishim dhe fëmijët brenda, gjithë. nuk, po, ka qenë vajza, ka qenë Kela, aty u friksova shumë. Po. Po prit pak se ngatrova, ka marrë 2 herë flak shtëpia. Jo, ka marrë 2 herë flak shtëpia. Kjo ka qenë momenti më vështirë që ke Po, përjetuar. sepse Po si ka qenë me Kela poshtë, ka qenë mami im lart me vajzën. Po si keni shpëtuar? Kela ka qenë shtatzan. Ka qenë në muajt e fundit. Po. 8 muajsh, 9 muajsh. Dhe na njoftoi komshin dhe po thoshin që ka marrë flak shtëpia. Kishte marrë gjithë katin duket, nuk e mora vesh se ka qenë muhabeti atëherë. Po. Se ka një vit e gjysmë muhabet. Ka qenë ky pallati ka marrë flak shumë shpesh. Po si ka mundësi, apo? Nuk e di, po probleme ka qenë Do sillim zjarr fiksi. Se di ka zjarr fikse vërtet. Po Kela ka qenë duke vrapuar si e çmendur kur e mori vesh se kishim Aurorën lart. Dhe unë po shqetësohesh tani dhe për Aurorën, edhe për mamin, po kisha një frikë shumë të madhe mos i ndodhi gjë bebit në bark, se po vraponte shumë shpejt. Kela qetësohu, thash se je shtatzan. Qa thua, tha, unë kam fëmin aty lart, aty thua jem shtatzan. Edhe ka vrapuar si e çmendur lart, bababam, dhe unë që jam shumë i fiksuar në pjesën e shtatzanisë për mos të vrapuar, për mos bërë këto budalliqet. Ka qenë një ndër momentet që u friksova shumë. Po momenti më i bukur? Kur gjatë prindërimit, momenti më i bukur. Nuk e di, çdo moment është i bukur kur më puth vajza. Do thënë çdo moment, momenti më i bukur ku diun, po më i bukur fare ka qenë kur ka lindur vajza tjetër dhe Aurora e ka puthur. Kur të Kur janë rritet bërë 2 Aurora motrat dhe Liora. Liora. Po. Çfarë do doje ti thoshe sot? Dhe ta shikonin ato kur të rriten. Isha atjet YouTube-i deri atëherë. Do jetë, dhe pos që do jetë një video save aty, që do ta kenë. T'ja them tani për të ardhmen. Ku di unë e shkreti, nuk e kam shumë frikë përballë me këtë gjë. Nuk e di sepse të njëjtin gjë e ka bërë dhe babi im dhe kishte ndryuar jetë. Ma kishte lënë një video të tillë. Jo, nuk është se tremem se do vdes vetë, jo, po prap. Është ajo ideja që nuk e di se do ketë marrë jeta. Jeta është shumë e papritur dhe çdo ditë ka shumë dinamika. Unë thjesht dua t'i them që i dua shumë. Edhe ta dua njëra tjetrën shumë fort. Jeta është bërë shumë e vështirë sot e pa sigurt, në cilën vend të botës. Nuk po flasim vetëm për Shqipërinë, unë jam shumë atetar dhe konservatore, dua shumë vendin tim. Por në çdo vend të botës sot jeta është bërë shumë e frikshme. Një mosvigjilencë e vogël, një pakujdesi momentale, një ndryshim rutine e momenti, ndikon dhe bën të papritura. Dhe unë mendoj që ato do t'jenë aleatet më të forta të njëra tjetrës. Aq më tepër që janë të dyja vajza duhet ta kuptojnë shumë njëra tjetrën, duhet të jenë shoqet më të ngushta të njëra tjetrës, dhe mos ta lënë njëra tjetrën dhe e di se është puna, as nuk do të thënë, këshilla e vetme që dua t'i jap është të jenë të forta profesionalisht, as mos ta vrasin në një fare për të dashurin e tyre, të gjejnë partnerin e jetës si ta duan dhe si ta kenë iluzionuar ato, mos jetë ai rastësori që është ky dashuria, do të thonë, dashuria e tyre duhet të jetë nga zemra dhe e logjikshme. Të bëjë një dashuri pak të ftohtë. Me jetën që ka ardhur, nuk ekziston i duhuri. Nuk ekziston perfeksioni. Ato duhet të dashurojnë, të logjikojnë dhe të mendojnë më të mirën për veten e vet. Derisa ta gjejnë. Dhe derisa të gjejnë lumturinë e vërtet. Dhe mbi të gjitha të jenë të afta të kujdesen për njëra tjetrën, për veten, dhe ta duan shumë veten e tyre, ashtu si t'jenë. Unë nuk e di se si mund t'jenë ato mbas 20 vitesh, të shëndoshta, të dobta, të gjata, të shkurtra. Thjesht ato janë yjet e botës, unë i dua shumë, por mjafton të duan veten. Kjo është porosia e vetme që unë jap.
Mjafton të duan veten. Po për të rinjt që bën prind tani afërzëm, Për të rinj që bëhen prindër, 18 vjeç mund t'jenë ato ose. ti vën 20. gishtin kokës. Mhm. Ti jetë të kujdesshëm me shtazaninë e bashortes, flas për çunat. Po. Ta fshin Snapchatin. Po. Sepse në Snapchatin tim është vetëm barku i kelës muaj për muaj, sa është rritur. Në qoftë se e trajtojnë bashortën gjatë 9 muajve shtazani, kanë tradhtuar veten e tyre dhe fëmijën e tyre, nuk kanë tradhtuar më vetëm gruan. E them këtë sepse jam ndeshur me shumë situata që shokët e mi e kanë bërë. Shokët e mi nga 30 vjeç, e kupton? Për shkak të shumë situatave shëndetësore, nuk mund të kesh një raport intim në një ritëm të vazhdueshëm me partnerin gjatë kohës që është shtazan. Dhe këta ata mund ta shfryjnë diku tjetër. me çfarë më kanë thënë shokët. Dhe kjo gjëja është shumë e gabuar. Nëse ti je gati të bësh prind, duhet të bësh çdo gjë që partnerja jote të jetë e lumtur dhe fëmia jote të jetë i lumtur. Po nëse do kishe Aldon tani përballë te 18 vjeç, Po. çfarë do i thoja? Çfarë do t'i thoja? 18 vjeç tani ka qenë. Po, i thuat, Sa vite ka por? 5 vjet ka. po, çfarë do i thoja Aldos? 18 vjeç, Normalisht i ke parë këto 5 vitet si kanë qenë të Aldos, çfarë do i thoja ndryshe? mos të stresoja i shumë për punën. Ah, Mos stresoja i shumë për punën, ti merr të gjërat më qetësisht. Kur hapa Kristalin për herë të parë kam qenë 18 vjeç, kisha shumë frikë. Kristali ka qenë elita në atë kohë. po. Edhe kisha shumë frikë, kisha shumë fonde ta bëja atë të madhe, ja tani u bë e madhe, do bëhet më e madhe se kaq. Ti marr gjërat me qetësi, a kupton, edhe të shijoj çdo gjë që vjen. Po në Natyrshëm. nëse çfarë do t'i thuash? Tani, Po. Merë fare në telefon. ta marr telefon Po, thua. merë në telefon. Okej, ja ta marr telefon. Mi jep një lutem Merë se ta marrë telefonin. dhe unë. Ne marrim bashk. Okej, merë ti Mi që të s'kishim Vox Pop sot bëjmë telefonata. Po. Po mami do më thotë, apo vini se ka po baj gocë të mbarut Ka që emisionin. ti mos thuj gjë që jenë emision. Si mos ja the fare që jam në emisionin. Jo, thjesht duat t'i thuash diçka. Okej, do më fligje. Hare, po vini kja. Se po më shanë një e vogël. Ua, kjo e ka dhe gojo të qarqaf? Që të nëzirë, në i gjë. Po, Aldo, O, mame, që po banë? ishë po të gotu. Po, të të kocë. Mirë, shiko, doja të ja vetëm diçka. A, Po prit si qajon, prit ta them dhe njerë. Prit. Dua të them që jenë mami më e mirë në botë, ua, që të jam falenderus për çdo gjë që ke bërë për mua, ua, falenderi. që ke sakrifikuar shumë gjëra për mua, Ua, po qështë e kjo deklarata? edhe atëherë kur isha shumë vonë për ekskursion te shkolla ti më more vetë për dorë më çove me tullumbaca në ekskursion vetëm. Po, Edhe për çdo gjë që ke ndarë me mua dhe ke bërë me mua gjithë jetën time. ua, falenderi, po unë e kam pas për dhe tërë të gjitha. Mirë, të dua shumë se jam në emision. Po e shprej në emision të? Në emision po e shpreh. Ua, unë të falenderoj shumë, po nëna e kam për detyrë të rinë fëmijëve e të edukojnë ashtu si të shti je edukuar në rrugën e drejtë të Zotit. Faleminderit. Të dua shumë. Faleminderit edhe unë të dua shumë. Edhe ti e veçantë. Je shumë i veçantë. Faleminderit. Të dua shumë. Hajde se do të takojmë sa duar regjistrime, mos më bëj ti qaj, se kisha thënë që s'dua të qaj. Aj, zemra. Hajde, të dua shumë. Edhe. Mirë shprata ime. Jo, tani ti qave për mamin ti, unë do qaj për mamin tëmë. Okej. Që do të bëjmë? Traf pika o Daniela. Po Danilush,
Mamushim, që po bën? Po bën gati dalësira. Nuk i këtë ndurë sot? Po si kam nëse s'don të amanda. E di për çfarë të mora unë? Ha, Dua të them diçka. ha më thuj. Fillimisht dua të falenderoj shumë që je nëna ime. Po, Të falenderoj shumë që para se ti ke në punë, në Greqi, vije dhe luaje me mua me gur edhe më tregoja të lojën. Të falenderoj shumë që edhe pse kam bërtitur aty tek ai guri madh, se mbërtiti zysha pse shkova me vonesë në mësim, ke ardhur me makinë, ke lënë punën, ke ardhur për të më marrë. po, Të falenderoj shumë që ke punuar 3-4 punë për të më plotësuar çdo dëshirë time dhe mos të më mungoj asgjë. po, Po. Të kërkoj ndjes që të kam mërzitur këto kohët e fundit, aha. edhe të di që të doj jashtëzakonisht shumë. Dhe jam shumë krenare që të kam. Qa pësove ti? Thjesht doja të të shpreja që të dua shumë, kaq. Mirë? Unë e di këtë. Hajde. Që ka ndodhur? Po s'ka ndodhur si që thjesht doja të ta shpreja. Daniela mos kanë kapur peng. Jo, jam në mision, po do të flas pastaj kur të mbaroj misionin. Mirë? Sa që mos kanë kapur peng edhe po më jepi mesazh kështu, që të vitë shpëtoj. Jo. Daniel? Jo, jam mirë. Do vi në shtëpi e bukur e rregulluar, mos e E rritën. sigurt? Mirë, ma tregoj foto që të besoj. Kam. Mirë ta çoj unë. Haj. Haj. Si se kapi zemra. Atëherë, mami im është tip shumë overthinker. Aha. Edhe është Puna ime. person që mendon më të keqen gjithmonë. Kur unë i them një fjalë të mirë, gjithmonë do mendon. Çfarë ti thon? Dhe mami im tani mendon se më kanë Ka gabitur. Më kanë lidhur e kanë do mvrasi. Po të thoj hajde ndihmo mami, ju të du shumë. Edhe mendon se unë si e zgjuar që jam, Do ka bëj marrë deklarata. mami në kuptimin që mami më ta kuptoj vetë që Ua! po, O ku i paska shumë mirë. mami imi ka shku mendja kështu nga që nuk Wow. mundem dot kur je kapur peng, nuk Wow, mund ta wow, wow. shprehesh dot që je kapur peng, se Po. bret ai tjetri. Dhe mami im tani ka kuptuar se këtë shprehjen që i kam thënë unë është që për të më shpëtuar. Edhe më tha çej foto që të besoj se mami s'e beson kur i them fjalë Mami bukë. mafia. Mami mafia. Ja, po më çon mesazh tani. Mami Nuk e sultane me beson. diamante dhe dashuri. Nuk e beson, duhet i çoj Me foto. Omerin. Duhet i çoj foto. Çoja i foto, çoja. Aldo, mas gjithë kësaj, Erdhis na bëre mas gjithë këtyre lotëve, në shtove anktin. Po gjeni trafika, gjeni. atëherë nuk e di, unë këta atëherë e them shumë herë, Po duhet ta s'ka hesh gjë, këtë. s'ka gjë. Shpresoj që si puntat ndryshe, t'ju kemi prekur ndryshe, në krahasim me çdo puntat tjetër, ndoshta edhe në puntatet e tjera s'jam prekur fare, atë nuk e di unë. Por që tani të shkojmë tek disa histori personale dhe nëse do mund t'i komentojmë së bashku. Patjetër, po. Se unë opinionistin se kam sot. Okej. Atëherë vazhdojmë me historitë personale, por para se të vazhdojmë me historitë personale, dua të falenderoj shumë Laura Stresit që më ka veshur sonte si Jingle Bell. Dhe unë jam bërë si Shakira. Okej. Përhiqe telefon. Unë jam Miranda. Nuk do ta harroj kur ditën kur mësova që ishe shtatzën. Mu drodhën këmbët. Zemra më rrite si të donte të më dilte nga kraharori. Nuk ishte pjesë e planit tim, ase një dashurie të vërtet. Ishte një marrëdhënie që e kuptova shumë vonë se kishte qenë gabimi më i madh i jetës time.
Kur i thash atij se do bëhej baba, u largua. Thjesht iku. Asnjë fjalë, asnjë përqafim, asnjë mbështetje. U ndjeva e fyer, e tradhtuar, e vetme, e thyer, dhe ndoshta më e keqja, fillova të ndjeja shtatzanin time si një dënim. Nisa të heq dorë nga shumë gjëra. Nuk u kujdesa më për veten time. Nuk ëndërroja më. Nuk e përjetova siç duhet këtë periudhë që për shumë të tjera është magjike. E ndjeva barr. Dhe ndonjëherë e them me shumë dhimbje, i avija fajin fëmijët që po vinte në jetë. Si sikur ai të kishte faj që babai i tij më braktisi. Si sikur ai të ishte pengesa për gjithçka që humba. Kur lindi, e mbajta në krah, por nuk e ndjeva me njëherë lidhjen. Ai ishte aty, por unë isha akoma e mbërthyer nga një boshllëk i madh. Deri në momentin kur pësoj një krizë shëndetësore. Mes mureve të bardhë e zhurmës së aparateve, e kuptova gjithçka. Zemra ime rrihte me të tijën. Frika që mund ta humbisja më dha një të vërtet rëqense. Sa keq isha sjell dhe sa shumë e doja. I fola për herë të parë sinqerisht. I kërkova falje. Jo me fjalë, por me shpirt. Dhe që atëherë, çdo ditë përpiqem të jem më e mirë. Jo perfekte, por më prezente, më e butë, më e vetëdijshme për dhuratën që më është dhënë, edhe kur nuk e desha. Sepse ai më zgjodhi mua, edhe kur unë nuk dija të zgjidhja veten. Dhe për këtë do jem përjetë borxh ndaj tij. Ai më bëri nën, ai më bëri njeri. Kalojmë tek historia e dytë. Flet për Kristinën. Unë jam Kristina. Në çdo kujtim timin të fëmijërisë, në çdo moment vendimtar të jetës sime, është ai. Babai. Jo thjesht prind, por krau ku jam mbështetur në ditët më të vështira. Zëri që më ka dhënë forcë dhe fryma që më ka ndjekur në çdo hap. Babai im nuk kishte superfuqi, por ishte heroi im. Hero me duar të forta dhe zemër të butë. Me fjalë të pakta, por me prani të thellë. Ai ishte ai që më mësoi të mos dorëzohesha, të ngrihesha, të ecja përpara, edhe kur gjithçka dukej e pamundur. Mbaj mend natën kur u rrëzova për herë të parë në biçikletë. Nuk më shërtoi pse u friksova, por më tha, do biesh sa herë të duash, por nuk ke pse rri poshtë. Dhe këtë mësoj akoma sot nga ai. Si të mos qëndroj poshtë. Kur humba nënën, ndjeva se gjithçka u shemb brenda meje. Por babai, edhe pse i thyer vet, më mbajti mua. Nuk më lejoj të tretesha në dhimbje. Më mësoj se lotët nuk janë dobësi, por pastrim. Se dhimbja nuk shërohet duke e shmangur, por duke e përqafuar. Në çdo krizë që kam kaluar, qoftë emocionale, qoftë financiare, qoftë shpirtërore, ai ka qenë aty. Jo gjithmonë me zgjidhje, por me praninë e tij. Dhe kjo më mjaftonte. Sot, çdo herë që marr një vendim të rëndësishëm, mendoj, si do reagonte babi? Jo nga frika, por nga dashuria. Sepse ai është busulla ime. Njeriu që më besoi të jem vajzë e fortë, grua e ndershme dhe qenie njerëzore me zemër të butë. Siç e pat, këto ishin dy historitë tona.
Dua që Aldo sot ta komentosh ti, qoftë historinë e parë, qoftë historinë e dytë, dhe nëse ju të dashur teleshikues keni një histori tuaj që dëshironi ta ndani, edhe sikur të jetë anonime, nuk ka rëndësi që të më jepni emra, nëse nuk dëshironi të përdorni emrin tuaj, do isha shumë falënderuese. Dhe do doja shumë ta ndaja me të gjithë ne këtu edhe ata që na shohin. Atëherë, ty të kontaktoj në Instagram apo jo? Po, Po pse nuk zgjedh më shumë histori? më shumë histori? Po. Sepse janë Aq na premton koha, unë kam shumë dëshirë për të ndarë shumë gjëra, por janë mesazhe shumë të forta që japin dhe kulmin programit, edhe njerëzit janë shumë të etur të dinë më shumë nga këto. Të dëgjosh një histori nga jashtë është sikur të lexosh një libër, apo të jetosh një jetë që nuk të përket ty, por që ty të shërben për të ecur jetën tënde. Pra, ne mësojmë në mënyrë të drejtë për drejtë dhe të avancuar dhe në mënyrë shumë të shpejtë nga gabimet që ka kaluar dikush në jetën e vet. Në historinë e parë, mos gaboj Miranda, po, dhe historia e dytë që emrin e të cilës Kristina. po, Po. nuk e kujtoja. Miranda, një vajzë konfuze që u sprovua në fillim të një sprove. Pra pati 2 sprova të menjëhershme dhe shumë normale, dhe askush nga ne këtu nuk është për ta gjykuar, sepse ka menduar ajo dhe për më tepër ajo që e ka pranuar me sa të lartë dhe ta thotë në një ekran televiziv, do të thotë që e ka kuptuar dhe ka ngelur një peng në jetën e saj që pse e ka konceptuar shtatzanin si një gabim apo fëmia si fajtor i një situate për të cilën ajo nuk do donte ta përjetonte, siç ishte heqja dorë e partnerit të saj. Në djallë vaft partneri i saj. Është këshilla që i dhash dhe vajzës time pak më parë. Nëse ky partner nuk ka preferuar ta kaloj këtë sfidë që për mua ka qenë pritje e ëmbël dhe për të ka qenë një zhgënjim, se ashtu e ka konceptuar ai, atëherë nuk ka problem, jeta vazhdon. Për sa kohë Miranda është ndjer mirë dhe në fillim nuk u ndje mirë sepse nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte me jetën e saj. Dhe ti je një udhkryq është shumë normale në pikpamje psikologjike. Vetë hormonet e shtatzanisë japin shumë pikpyetje. Po. Sikur të ta kesh partnerin pranë ti gjithkohës, prap ti je në mëndyshje. Asaj i iku një mbështetje më e madhe në atë marrëdhënie. Kështu që I kaloj të gjitha vetëm. ajo kaloi të gjitha vetëm. Kjo tregon dhe superfuqinë e femrës. Që folëm tek Që folën dhe me puntata e Nean, kaluar po. me Nean. Kjo tregon që femra nuk ka nevojë domosdoshmërisht për prezencën e mashkullit për të kaluar sfida. Por të dy bashk e bëjnë gjën më të shëndetshme, nëse të dy kontribuojnë, ashtu siç kontribuan për sjelljen e këtij fryti të mrekullueshëm. Pasiguria e atij mashkulli nuk është për të gjykuar prap nga ana ime, por unë kam një shprehje që nëse dikush nuk është i gatshëm për të marrë një hap, më mirë mos ta hapja të derë fare. Meshkujt janë më të pasigurt se femrat, pavarësisht se femrat janë më të ndrojtura në marrjen e hapave. Por këtë e bëjnë sepse duan të jenë të sigurta në atë që hedhin dhe kjo për mua është pjekuri. Ndërsa të qenurit i gatshëm vetëm për aventura, kjo nuk sjell burrëri. Kjo sjell pasojat më vonshme që një fëmijë nuk ka për ta ndjerë atë si prind më kurrë, pavarësisht se do interesohet për ta. Dhe kjo ka për ta vrarë atë akoma dhe më shumë. Ka për ta vrarë atë akoma dhe më shumë sepse do i rritet fëmia dhe do t'i thotë unë të dua ty pavarësisht se ti më le. Dhe nuk ka gjë më vrastare për një prind. Ai është prind pavarësisht se ai është shmang. Ai tashmë është prind. Kristina në këtë rast është sikur është Aurora që po të flet. Po, Kristina në fakt është rasti tjetër. Është një vajzë që është shumë krenare për babain e saj. Është krenare për babain e saj dhe merr si shembull. Shiko. Është rrit vetëm nga babi. Në jargon ne kemi një shprehje që prindi dhe breshk tjetë
për ne do duket gjithmonë i mirë dhe i bukur. E kemi shprehje popullore, e kemi zhargon, e kemi që e themi gjithkohës. Pra, nuk ka një cilësi estetike për të qenë brindi i bukur, apo nuk ka edhe një përkujdesje të caktuar në kushtet që mund të japi për ta bërë atë të devotshëm apo të mirë. Secili prej prindërve janë heronjt e fëmijëve të tyre. Rasti që ai ka përkushtuar çdo gjë, gjithë jetën e tij, e bën këtë gjë vërtet hero për këtë fëmijë. Që sot edhe pse është e rritur, ajo e kujton me nostalgji dhe thotë që babai ka qenë mbështetje dhe forca ime më e madhe. Kjo është detyra e prindit tek e fundit. Gjë për cilën shumë prindër ndoshta edhe neglizhojnë. Ne në jetën e përditshme shikojmë prindër që harrojnë të prindërojnë. Sepse e vëjnë veten e tyre të parën. Në momentin që ti je prind, mendimi im, dhe ndoshta unë jam i gabuar, fëmia është gjithmonë i pari dhe është para teje. Dhe ti duhet mendosh gjithmonë për fëmijën para se të mendosh për veten. Unë këtë e shikoj edhe te vetja ime, pavarësisht se dhe në prindërim ka dallim. Asnjëherë babai nuk të bëhet nën, se vetëm nga lidhja që ai fëmijë është rritur 9 muaj në barkun e nënës, e bën më unike dashurinë e nënës për fëmijën. Por unë kam ndier një lloj superioriteti tjetër në qasje me vajzën time të madhe. Dhe që ishte edhe vajza e madhe, e ka përmendur gjatë gjithë emisionit Aurorën. Dashuria është e njëjtë edhe për Leorën, edhe për Aurorën. Por fakti që ishte fëmia i parë dhe për mua ishte sfida ime e parë, më bëri të jepja të çaja veten time më shumë, sepse fëmia i dytë e kishte krijuar këtë infrastrukturën e gatshme të qenurit prind. Për mua nuk Kur ishte. ka lindur Kela, do të bëj një pyetje kështu. Ai ke numëruar pllakat e spitalit edhe ke qarkur? I kam numëruar pllakat e spitalit. Sepse babai im këtë ka bërë. Ka numëruar pllakat, stolat, infermierët, mamit. Dhe madje më thanë ato mamit atje që edhe ka qarë për mua, kështu kanë thënë. Ke qenë babai më i kristuri i mbretëreshës Geraldin, se kam shkuar e kam bërë një super luftë. Për shkak se në atë ditë kanë qenë shumë nëna duke lindur dhe qelloi që Kela të priste të lindë dikush tjetër që të lindte vet, se s'kishte shtretër të lirë. Dhe kjo për mua ka qenë vrastare, sepse nuk kisha përgatitur psikologjikisht të merja edhe krevat portativ me vete. Më kupton? Po ja që ndodhin ca situata të papritura dhe normalisht ne lindëm në shtet. Dhe ka bërë një super luftë atje në maternitet, sepse thoja që çoni ju, tulet nusja ime, se po thoshte mamia që unë e shikoj nusën tënde si vajzën time, tha mos u shqetëso, sepse sa po të krijohet kushti i dur, ka për ta ulësh se nuk dua ti lë në kambason, tha. Por thjesht është situata pa parashikuar që ka shumë nëna që janë duke lindur. Mirë çau ti nga karrige, thash tulet nusja ime. Ka bërë super luftë atë ditë. Që në momentin kur unë zbulova që gjatë shtatzanisë në periudhën e fundit para lindjes, vajza kishte kordon rreth qafës, aty u terrorizova dhe mendova se mos ky është një moment shumë kritik. Dhe telefonoja doktor Bledin i thoja jo po ta bëjmë operacion, ai thoshte jo, do vazhdojmë ta lindim siç është natyrisht, sepse do gjej mënyrën e duhur, mos u shqetëso, më lër të bëj punën time. Edhe që në atë moment e kuptova që isha prind. Që në atë moment që po shqetësohesha shumë. U shqetësova shumë, si për shëndetin e Kelës, po edhe për shëndetin e fëmijës. Prindërimi është një sfidë shumë e madhe që lind para se fëmia të lindi dhe nuk e di nëse do shuhet edhe kur të vdesim na. Dhe mendoj gjithmonë që është sfida e përjetshme e njeriu. Nuk do ketë kur një mosh që unë nuk do rresh sa menduari për fëmijën tim. Gjithkohës do mendoj për të si është, a ka ngrënë, a është mirë, a është shuar, a ka ikur në punë, a ka ikur në shkollë, a ka bërë diçka të mirë për të qenë sot e lumtur. Dhe kjo është një sfidë që nuk është vetëm në dorën e nënës dhe as vetëm të babait, por është një marrëdhënie që edukohet, dhe rritet dhe kultivohet gjatë kohës kur fëmia rritet. I tha aq bukur dhe do ta mbyllim këtu sepse minutazhi ka hecur shumë. Patjetër.
Të falenderoj jashtëzakonisht shumë që pjesa e emisionit tim, është shumë kënaqësi të të kem gjithmonë. Faleminderit shumë. Dua të falenderoj shumë Andi Bizhutën për këtë buzëqeshje që më fal gjithmonë. Falenderoj shumë Laura Zdresis që më ka veshur në mënyrë kaq të veçantë sot me këtë ngjyrë që për mua është dashuri dhe dua ta lejm këtë të qamën dhe këto momente dhe të kalojmë në një skeç të bukur me Mirin dhe Xhenin. Faleminderit. Ushqarove ti më? Ushqarova. Kemi legë më të më. Ore, s'po eca kjo? S'po eca. Qa, iku prapë më? Është bllokuar prapë. Sa mirë? Qa është mirë? Që ngelëm në ashensor. Po mirë. Po që e mirë ti, mirë jam dhe unë. Po pse më rri kështu, më jerë? Po kështu do ri presengecëm, kemi gjysore tani do presim Po ti fsharet, më Po burë. qa të bëj, u mërzita. Pse u mërzite? Po do ri gjysore këtu tani. Po mirë, nuk të pëlqen të tresh gjysore me mua. Po pëlqen, po jo në ashensor. Po ku do ti? Ullur aty në verandë, balkon, pini Po, një kafe. aty që të vi dhe mami jot me tabaka në dorë. E na sjelli kafet. Jo, në fakt i vi unë me tabaka në dorë, harrova fare tiri me mami. Po mirë të vijë, dash ti, dash mami, pim kafen. Është më ndryshe, tani duhet presim e gjysore. Edhe atje ne jemi vetëm si pas teje, që jemi me mamin tënd. Qa të bërë mami e ty? Po s'm ka bërë gjë, më burë, po dua Qa? trim unë dhe ti vetëm. Po unë dhe ti vetë ka qenë? Edhe mami. Po jo pra, mos tjetë edhe mami, tjetë vetëm Unë dhe ti. unë edhe ti. Mami ka qenë veç. Se më lodho, burë. Dua t'jem unë Edhe ti. edhe ti. Po, të jemi unë dhe ti, po. Po, dua t'jemi unë edhe ti bashkë, edhe vetëm këtu në ashensor të shoh, o burë, pse vetëm në ashensor do të shoh Mirë, ja sa vetëm. dalim nga ashensori kemi përditur unë dhe ti vetëm. Me mamin tënë Unë të dhe ti. shtëpia që po na pret tani. Do ta përzem mamin. Po. Ti po. Që vjen për qeshur edhe mua. Po ku ta çoj mamin unë tani? Po çfarë më burë të babi, e martuar, nuk është mami jot. Po mirë, po vjen për respekt ajo. Moj ti nuk e kupton O çfarë. zemër, ajo nuk vjen për respekt, o zemër. Për respekt. vjen. Ajo vjen se është e fiksuar mas djalit dhe djali është e fiksuar mas mami. Po, Po qish po më jam e vlati. O zemër, po nuk e martu me mamin tatën mi, Po jo, pra, e me martu ty. me mu. Me ty. Po ideja është që vjen mami, shikon gjendjen. Qa gjëndja? Shikon si është- Shikon, o zemër, nuk mu të rrit dot me robe seksi në shtëpi, fatkeqësisht. Ri me bijama për shkak të mamit. Performanca jote jashtëzakonshme në fakt. Ti ke ndojtur me veshje seksi për ditë. Ua, Edhe ma. mami të prishi punë ty. Po rrimë me veshje seksi s'ka Po gjë. mami atë vjen për ditë, aty e kemi, flet e gjumë të neve, flet e divani, ka rasti që na vjen dhe te dera e zonës. Haja, që po bën ti zemra mamit? Për respekt prap. A zuri që me të shpirt? Ja. Atë kishe mamit të zemër. Ja, më mirë, mos u tallë. Laje e në tu? Laje e në tu? Jo, mos i laje ashtu. Pire këtu, ta mësoj unë. Lanë e në kështu? Po për shef, po mor. Të ndihmon, se ti Nuk nuk më ndihmon o jetë, më Shiko, pengon o më dëgjon zemër. mua, më dëgjon Pastroj shtëpinore, shiko. zbrazu tani. Mami këtu, jot, Se ne ke bërë sezon mami prifti jot, këtë ashesori. Po prit o burr. Mami jot ka tendencën që të të mësoj si çdo vet. Ja. Ndërkohë që unë Ke më ka tendencën? mësu një mamë shtëpi dhe bëj si çdo unë. Po se ke bërë mirë ti pra. Po jo se nuk është se kam bërë mirë, se kam E. bërë si çdo mami jot. Pa ashtu duhet. Tani unë e di më mirë se mami jot se si duhet larg një divan. Po mirë, mos u mërzi tani. Mami jote di që lahet vetëm me testenësh aty, e fërkon fu kështu edhe hajt se u lat. Janë gjëra që zgjidhen. Ndërkohë që unë e laj me vanish me atë që është për divanet. Po mirë, pra mos u mërzi tani. Do t'i rregullojmë të gjitha. Shi sa e bukur e bër. Shi sa e bukur e bër. Mos më prish flokë. Po jo, pra nuk ti prish. Ne mos u mërzi tani. Kemi përtikur bashkë atje, ha? Ku? Në shtëpi, do diskutojmë, do hapim booking, do gjejmë një udhtim të përshtatshëm. Po jo me mamin tat. Jo, vetëm unë dhe ti. Se çfarë bëre edhe herën e fundit ti, do të diskutojmë, do bëjmë kështu, do bëjmë ashtu, në fund fare
O shpirta, ta marrë me të mamë, na të luta, më Shiko, tasha mua ti. mirë, më dëgjoj 1 minutë. Hmm. Nga 30 minuta të ashensorit, më dëgjoj vetëm 1 minutë. Tash ti nuk më kupton mua, sepse babi se ka nxjerr mamin gjithë kohës, që kur ka qenë mosha jote, derisa është tani. Tani Mirë, o burë, që faj unë, mami? që jam mirë financiarisht sot, që urdita. Jepi lek, ikim të dy ata. Po jo pra sikën babi. Babi humb rrugën. Hum rrugë, meri një guidator, që quhet ai, që i çon. Po që do mami guidatorin kur nga mua? O jetë, po vetëm ke mua, o burë. Po mirë pra. Ik me mamin, martoh me mamin, fli me mamin, për çfarë thon mamin, kështu edhe blim fare. Po, Ç'a them tash unë? si thua ti, kur bëhesh me fëmijë vetë duhet më kuptosh këtë gjë. Ç'a kujton ti, se Do dhe bësh ikëm te fëmia fëmijë ime dhe mami jot ngeli duke në fut me skravatit, o burë. Po më dëgjoj, më Po dëgjoj. ç'a ngjon Ti po gjë? fle me macet dhe me qenë tani ke ankesa për mamin tim. Ishe smurti që ishe, Po. erdhi kush më mami qëroi jot, mua? unë qërova ma, se të qëroj mami ty. Tani po mos ja fut kot tani. Ikti, më thoshte mu, ikti, leri këto se nuk di ti ta kujdesesh çunin tim, bjerë se a kujdes vetën. Shpirti mami, zemra mami, shpirti mami, zemra mami. Është efekti prindëror. Në vend që të shtrihesh unë me ty në krevat, vjen mami, hapo ti, hapo kështu. Shpirt, zemra jo, ç'a dreshin o burr? Mirë tani, si që do bëjmë? Do dalim një udhim vetëm një me mamin. Kështu tani. Jo, Po do mam. ti ikim vetëm unë dhe ti, ka mundësi. Po mirë pra do ti ikim vetëm unë këtherë, dhe për ti. shembull ikim këtherë në Paris ne të dy vetëm ne të dy. Ha? Pastaj ikim në Gjermani me mamin. Jo, Se vendi ftohtë është, ç'do? Vendi Nuk ftohtë. të rri unë me mamin tat. Mami jote para punës nuk do ato hotelet që m'pëlqejnë mua, do atë shtëpinë se thot, zeza mami do preshësh lekti. Jo, rrim neve 4 veta aty. Po mi më i rregullojmë. E kupton, rri 4 veta thot me i shtëpi. Pa më mirë, mos Po të na shefin kaq kur ta të bëj natë. unë me ty apo çe desha aty me pijamen gjithkohës. Po ka lezetin e vetë. Jo, zemër se ka humbur fare ajo connection-ja, dashuria me njëri tjetrin. Po kur të bëj fëmijë, unë do kem kohë për ty, unë pastaj as do kem kohë me Mendo ty. pozitivisht, do rritet fëmia, do ikësh dhe ti me fëmijën. E do prishet trupi im dhe do martosh me Anisën. Ha sa bukur. Po jo më deri atëherë kismet zotit ti, me futkollë tani. Po, O ma caron po nervat. kismet zotit pastaj, sa të rritet fëmia ti, llogaritë që i kemi ezauruar gjithë pushimet ta. Pastaj mund të bëjmë një lojë golfi, mendoje mund të ikim në jacuzzi, mund të bëjmë pushime të tjera. Po s'do jetë mami atëherë, s'ke ç'a bën. Po kur mos do jetë mami jot, vdes mami jot mos. Nuk vdes. Po ha pra mos mërzit tani. As mua mos mërzit se. Veç ajo ai robi nuk vdes dot. Po, burha mos bëj kështu. Ja të hapet ashensori edhe të shohim një vend për pushime. Kështu do bëjmë. Do ikim vetëm ne të dy. Po. Mirë. Hajt për qafoj, pak hajt për qafoj. Do ikim vetëm ne të dy. Votoni pasaportën europiane. Votoni pesën. Votoni bëj. Edhe më ka thënë Kela. U rikthyem sërish. Kush është prezantuesi? Prezantuesi. Harros gjë se kam qesh me lot. Ka rënë ca pika, po s'ka gjë s'duket. Me pika s'ka gjë.